Forcat franceze të sigurisë bllokuan rrugët dhe patrulluan portin e Nicës së dielën ndërsa qyteti jugor përgatitet për të pritur konferencën e Oqeanit të Kombeve të Bashkuara. Samiti që mbledh krerët e shteteve shkencëtarë dhe avokatët synon të trajtojnë ndryshimet klimatike, ndotjen, biodiversitetin dhe ta bëjë qasjen e njerëzimit në burime detare më të qëndrueshme. We're excited to hopefully celebrate. Sot vetëm 8.34% e oqeanit global është në mbrojtje. Mund të bëjmë më mirë përpara se të përballemi me një problem global. Rina von Schkuman, një nga qëllimet e deklaruara të qeverisë franceze ishte të binte mjaftueshëm shtete për të ratifikuar traktatin e detit të hapur i miratuar nga Kombet e Bashkuara në vitin 2023, që ai të hyjë në fuqi. Pakti shihet si një mjet thelbësor për të përmbushur objektivin për të mbrojtur 30% të tokës dhe detit të planetit. Deri në vitin 2030, i njohur si 30 nga 30, ka shumë vende që po i kthen shpinën multilaterizmit për momentin në të gjitha aspektet. Shtetet e Bashkuara nuk do të paraqiten në këtë samit dhe ata nuk janë të angazhuar në forume mjedisore në të gjitha aspektet, tha për Reuters Megan Randalls, udhëheqëse politike e Greenpeace për detet e hapura. Ne të gjithë jemi të varur nga oqeani, prandaj qeveritë kampione nuk duhet të tërhiqen nga cepat e tyre për të bashkohen dhe të mbrojnë oqeanin, shtoi ajo. They generate half of the world's oxygen, regulate our climate and provide food for more than 3 billion people. Oqeanit ka nevojë për ndihmën tonë, tha princi William i Britanisë në forumin e ekonomisë blu dhe financave në Monaco të dielën. Ne të veprojmë së bashku me urgjencë dhe optimizëm për sa kohë që kemi ende mundësi, tha ai duke folur përpara konferencës së Oqeanit të Kombeve të Bashkuara në Francë.